Kalojmë tek ngjarja kryesore e ditës e djetshme, akti absolutisht tragjik ku djali ka vrarë nënën në restelis të Dragashit dhe kemi detajet dhe informacionet e fundit sa i përket kësaj ngjarje. Duke ushtruar dhunë dhe ngulfatje, është një muaj tashmë para burgim për djalin që dyshohet se e vrau nënën në Dragash. Në fakt, në orën 16:30 është mbajtur seanca dëgjimore për caktimin e masës së sigurisë ndaj djalit që dyshohet se vrau nënën në Dragash. Gjykata ka vendosur që t'ia caktojë të dyshuarit një muaj para burgim. Me rastin e caktimit të paraburgimit, gjykata ka marrë parasysh peshen e rënd të veprës penale, duke marrë parasysh mënyrën dhe rrethanat në të cilat dyshohet se është kryer vepra brenda ambientit familjar dhe duke marrë parasysh vendosmërinë e të pandehurt për të kryer veprën me anë të ushtrimit të dhunës dhe ngulfatjes ndaj anëtarit të familjes. Andaj në këtë fazë caktimi i paraburgimit është i domosdoshëm dhe i arsyeshëm. Dhe kujtojmë se nga raportimet natyrisht, por edhe prokuroria ka thënë që pikërisht 30 vjeçari, pra djali që dyshohet që ka vrarë nënën, ka probleme mendore, ka pasur edhe 2 raste të tjera që janë trajtuar. Është thënë që nuk është gjetur ndonjë mjet në vendin e ngjarjes, po pikërisht pra duke ushtruar dhunë fizike dhe ngulfatje, fatkeqësisht ka përfunduar me fatalitet ky rast.